Sot jam 44 vjeçe. Kanë kaluar 20 vite që nga protesta e vitit 2026 në Shqipëri, që nga koha kur trimat e trimëreshat tona u zgjuan nga gjumi mbytës i politikës dhe i shqyen zinxhirët. Vullneti i tyre ishte i hekur. Sot jam kthyer në Shqipëri. Lulkuqet kanë qelur, parqet marrin frymë, njerëzit janë të dashur, familjet gjenden bashkë. Emigrimi nuk është më një detyrim, dhe zgjedhjet janë të lira. Në parlament nuk pëllasin më lopët dhe gomerët. Në vend të tyre ka njerëz me parime dhe ideale, të shkolluar, të cilët e duan dhe e respektojnë Shqipërinë. Rrugëve nuk ka më policë me bark të madh. Spitalet kanë shtretër. Doktorët janë aty. Rrogat janë mesatare. Dhe, gjeje pak, pas një fortune, nuk ikin më dritat. Ka dritë në Shqipëri, ka dritë në zemrën time. Qeveria udhëhiqet nga populli, dhe e di mirë se një mungesë respekti do të kushtoj. Nuk ulet lehtë shqiptari, mund të përkulet, por të thyhet? Kur? Nuk sheh më gjyshe të vuajtura. Nuk largohet njeri nga halli, mësuesit respektohen dhe nuk lejohet absolutisht të trajtojnë studentit si paçavure. Sot jam 44 vjeçe dhe është viti 2026. Unë jam kthyer. Shqipëria merr frymë. Fal tyre që 20 vite më parë, me hapat e tyre të vegjël në përmarshime në Tiranën Bar, madje në botën bar, sollën fllatin e ndryshimit të madh.